Apo jo jepet shumë liri të miturve, apo thjesht nuk ka kufi. Në Kosovë ligji kërkon kujdes dhe mbrojtje për fëmijët, por nuk ekziston një kufi ligjor i qartë se në çfarë moshe fëmijët mund të kenë telefon apo llogari në rrjetet sociale. Sipas ligjit në fuqi për mbrojtjen e fëmijës, ata mbrohen nga publikimet, filmat, videolojrat, muzika, transmetimet ose lloje të tjera të mediave elektronike ose të shkruara, të cilat janë të dëmshme për shëndetin, mirëqenien dhe zhvillimin e tyre. Ekspertët e sigurisë digjitale thonë se ekranet duhet të përdoren me masë dhe rrjetet sociale vetëm me mbikëqyrje pas moshës 13 vjeç. Në botë disa shtete kanë shkuar edhe më larg, shembull Australia ka vendosur të mos lejojë personat nën 16 vjeç të kenë rrjete sociale. Ndërsa Shqipëria ka bllokuar TikTokun për 12 muaj për të mbrojtur fëmijët dhe të rinjt nga përmbajtjet e dëmshme, promovimi i dhunës, ngacmime dhe bullizime, vendim i cili u mor nga qeveria pas vrasjes së 14 vjeçarit në Tiranë nga bashkëmoshatari i tij, konflikt që kishte nisur në rrjetet sociale. Ndërsa në Kosovë nuk dihet pse nuk ka një vendim të tillë. Pse Kosova është vënuar në marrjen e një vendimi për çështjen e mbrojtjes ligjore të miturve në internet, duke ditur rreziqet e ekspozimit medial që mund të ketë mbi fëmijën. Por përgjegjësia nuk bie vetëm tek ligji, pasi ekspertët e zhvillimit të fëmijëve si psikolog, psikiatër e logoped theksojnë se rolin kryesor e kanë prindrit për rregulla dhe dialog me fëmijët dhe shkollat për edukim digjital. Pra, këta kufi duhet i vendosin prindrit, shkolla dhe shoqëria.